Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Njihuni me recetën sekrete të gjysheve për të larguar varicet dhe këmbëve. Venat me varice shfaqen si rezultat i shtatzanisë, faktorëve gjenetik, shtimit në peshë, hormoneve ose puna e rëndë që shumica prej grave bëjnë çdo ditë. Në këtë video do ju njohim me disa mënyra natyrale të trajtimit të variceve në kushte shtëpie. Në fakt, ka mënyra për të hequr qafe venat me varice edhe pse disa janë mjaft të shtrenjta. Lajmi i mirë është se ka terapi ekonomike natyrale për venat me varice të cilat do ju ndihmojnë të kurseni para dhe akoma duke pasur rezultate më të mira në mjekimin e tyre. Dhe për këtë shkak ato janë të gjitha natyrale dhe nuk ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Sipas Delsaj do të rendisim disa nga mënyrat më të mira natyrale për të mbajtur në kontroll problemin e variceve dhe për ta zvogëluar atë. Gjinxheri ose xhenxhefili mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Kjo bimë është e pasur me përbërës antiinflamator natyror që zvogëlon dhimbjet dhe pamjen e venave me varice. Xhenxhefili është i shkëlqyer në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe parandalimin e formimit të venave me varice. Vendosni një ekstrakt të vogël xhenxhefili të përzier me një vitaminë E të vogël direkte në sipërfaqen e lëkurës. E mbani atë përgjatë gjithë natës dhe do të habiteni me rezultatet mjaft të mira që do të keni edhe në lehtësimin e problemit të variceve. Në ndihmë ju vjen edhe hudhra. Hudhra përmban shumë përbërës me veti antiinflamatore. Për ta përdorur atë si një trajtim, shkrini 5 karafila ose hani të papërpunuar, me pak lëng limoni për të përmirësuar aromën. Hudhra heq proteinën e tepërt nga trupi dhe prandaj zvogëlon pamjen e venave të shëmtuara. Përdorimi i hudhrës si aplikim në varice cilësohet si një zgjidhje efektive në lehtësimin e venave tuaja varikoze. Të njëjtën ndihmë mund t'japë edhe qepa. Qepa është një produkt i shkëlqyer natyror që ndihmon në asimilimin dhe shpërndarjen e proteinave nga trupi, duke parandaluar kështu formimin e venave me varice dhe pamjen e tyre në sipërfaqen e lëkurës. Vetëm hani qep të papërpunuar çdo ditë. Konsumi ditor i qepëve kontribon në mbajtjen e shëndetshme të trupit tuaj dhe riaktivizon lëkurën tuaj. Brahmi. Kjo bimë vjen nga India dhe konsiderohet efektive në heqjen e venave me varice, veçanërisht në fushën e mjekësisë. Brahmi përmban vitamina që janë esenciale për qëndrueshmërinë e lëkurës. Aplikojeni drejt për së drejti në këmbë për rezultate më të shkëlqyera. Në ndihmë ju vjen gjithashtu edhe rozmarina. Rozmarina është e dobishme në luftimin e ankthit dhe depresionit, por gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër venave me varice. Shpesh përdoren produktet e kujdesit të lëkurës sepse përmirësojnë edhe qarkullimin e gjakut. Lulja e gjakut ose lule basani mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Lulja e gjakut është një mënyrë ideale për të hequr venat me varice. Aplikoni vajin e kësaj bime direkt në zonën e prekur dhe gjithashtu mund ta konsumoni atë si një infuzion. Vajin e saj mund ta gjeni në farmacitë bimore. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe produkte sa më natyrale të cilat do të ndikojnë pozitivisht në varicet tuaja duke lehtësuar edhe dukjen e tyre. Interneti sot na ofron gjithmonë më shumë edhe receta të ndryshme të cilat janë të pafundme. Muajt e fundit është bërë e famshme një gjyshe 87 vjeçare e cila ka treguar se si ka arritur të shpëtojë qindra femra nga varicet falë recetave bimore që ju ndihmojnë në këto raste. Vetë gjyshja ishte përballur herët në rinin e saj me këtë problem. Pas shtatzanisë së parë, pasi kishte provuar ilaçe trajtime të ndryshme specifike, ajo nuk kishte dalë edhe në zgjidhjen përfundimtare. Madje ajo e lindi edhe fëmijën e dytë me probleme të ngjashme edhe të shëndetit të tyre. Derisa kishte takuar një grua të moshuar nga fshati i saj i lindjes, që i kishte dhënë asaj formulën që ka provuar në shtëpi. Edhe pse me dyshime ajo e kishte provuar për 6 javë me radhë dhe rezultatet ishin fantastike. Varicet ishin zhdukur sikur të mos kishin qenë kurrë. Më pas ajo ka përsëritur këtë çdo vit me nga një muaj me qëllim pra ndalimin e variceve dhe lehtësimin e shenjave të saj. Këtë vit mbesja e saj e ndihmoi gjyshen për të ndarë recetën antivarice me të gjitha femrat në internet
në mënyrë që të përfitojnë të gjitha. Mësojeni edhe ju. Përbërësit që u duen janë gjysmë filxhani gjel aloe vera, uthullmolli dhe gjysmë filxhani karrotë. Udhëzimet e përdorimit janë këto. Ju duhet të prisni karrotën imën dhe ta vendosni në blender. Shtoni aloe verën dhe i përzieni derisa të përfitoni një masë homogjene. Pastaj shtoni uthullmolli për të ndërtuar një masë më të butë. E ruani atë në një enë të vogël e cila do ja bëjë më të lehtë të përdorimin. Përhapni pak përzierje në zonën e prekur në këmbë dhe mbani këmbët lart për gjysmë ore. Më pas i lani me ujë të ftohtë. Ky trajtim do t'jap efekte të shpejta dhe të dukshme dhe do të trajtojë plotësisht edhe shqetësimin me kalimin e kohës. Përdoreni për 6 javë me radhë ose më shumë nëse e keni shumë të dukshme varicet. Përveç se do t'i zhdukni damar dhe kërcyer dhe ngjyra e tyre, këmbët tuaja do t'jenë super të hidratuara. Për më tepër, masazhimi do ju ndihmojë edhe në kombinim me këtë trajtim. Megjithatë, nuk duhet të masazhoni direkt mbi varice, por fillimisht fërkoni këmbët me gishta dhe ngadalë lëvizni drejt variceve duke shtypur buktësisht. Për efekte më të mira, ngrini këmbët në një kënd 45 gradë dhe përdorni disa pika vaj esencial të cilat do të lehtësojnë procesin e masazhimit. Ju mund të përdorni vaj esencial dëllinje, pasi ai është një nxitës i shkëlqyer si vaj esencial selvi, të cilat reduktojnë grumbullimin e lëngjeve fluide dhe ndihmojnë në qarkullimin e gjakut. Gjithashtu, edhe tretësira me uthullmolli mund t'ju vijë në ndihmë në lehtësimin e problemeve të variceve. Uthulla e mollës ka disa vitamina, hekur, minerale, gjithashtu edhe mund të ndihmojë edhe personat që kanë probleme me shfaqjen e variceve ose probleme të tjera me venat. Për të përdorur uthullmolli, merrni një copë dhe lyeni me uthullmolli dhe më pas e kaloni nëpër venat ku janë shfaqur varicet. Përsëriteni këtë trajtim 2 herë në ditë për 1 muaj. Ndërsa për rezultate edhe më të mira preferohet që edhe të konsumohet uthulla e mollës e tretur në një filxhan me ujë, duke përmirësuar gjithashtu gjendjen tretëse. Ose edhe tretësira me hithra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në lehtësimin e venave me varice. Hithra është një metodë tjetër e cila preferohet për këtë problem. Përdoret në këtë mënyrë. Një lugë hithra hidhe në 200 ml ujë, zjeni në një temperaturë të ulët, ndajeni këtë në sasitë në 3 pjesë të barabarta derisa të jetë ftohur dhe rezultatet do të jenë më të mira. Përdorimet të tilla gjithashtu mund t'i japin edhe lehtësime më të mira kundër variceve. Varicet janë një shqetësim kryesor i shëndetit tuaj. Nëse nuk trajtohen si duhet, ato mund të krijojnë edhe problema të ndryshme të këmbëve. Varicet mund të krijojnë gjithashtu edhe shqetësimet tuaja më të mëdha në këmbë. Prandaj trajtimet alternative në kushte shtëpie mund të ndihmojnë në lehtësimin e shfaqjes së tyre, por nëse gjendja juaj është kritike, atëherë duhet të merrni trajtime më të specializuara. Gjithashtu, të dhënat tregojnë se femrat vuajnë më shumë se sa meshkujt nga këto shqetësime të venave të varikosura, pasi mund të kenë gjithashtu edhe një dobësim më të madh të lëkurës së tyre. Parandalimi i krijimit të variceve mund të krijojë gjithashtu edhe një dietë të balancuar me produkte sa më natyrale. Për të parandaluar gjithashtu një problem të tillë, duhet të merrni në konsiderat edhe trajtimet më të mira alternative. Venat varikoze shfaqen kryesisht si pasojë e presionit të zgjatur, gjithashtu edhe qëndrimit në këmbë për një kohë të gjatë, ose edhe nga periudha të ndryshme si obeziteti, shtatzania ose për shkak të moshës. Faktorët gjenetik gjithashtu luajnë një rol të madh, si ato që kanë histori familjare me varice ose ato që kanë probleme të theksuara të tyre. Nëse vuani nga varicet për një kohë të gjatë dhe nuk japin zgjidhje mjetet alternative, duhet i drejtoheni mjekut tuaj mendojmos. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprak ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.